Si do të dukej në qoftë se do të thoja që çdo problem që ke në këto momente dhe ke patur deri tani ka zgjidhje. Dhe zgjidhja je vetëm ti. Mund të bësh zgjidhjen tënde kur ke marrë vendimin, bën veprimin dhe vjen realizimi i të gjithave atyreve që ti dëshiron. Nuk po të them që rruga është shumë e lehtë, se s'qe as për mua. Unë jam Merita Cake, terapiste energjitike, shkrimtare, trajnere dhe mësuese e zgjimit kolektiv dhe e zhvillimit personal. Mund të ndihmoj me metodat e ndryshme që kam studiuar, gjithashtu ndihma më e madhe është përvoja ime. Jam shembulli që më shikon që i kam kaluar të gjitha disfatat dhe sfidat e jetës time, nga të gjitha. Mbi të gjitha jam një grua që i kam kaluar të gjitha pa përjashtim ato që duhet të kalonte dhe kalon ti si femër. Por të gjitha këto janë forca ime. Dhimbja ime u kthye në forcë. Dhe dua të them që edhe ti shërimin mund ta bësh vetë, sepse dhimbjen që ke, gjithçka që të ka ndodhur, unë jam këtu të ndihmoj ta kthesh në forcë. Si mund të ndihmoj ty grua dhe ty burr, dhe ty fëmijë, ty plak edhe plak. Asnjëherë nuk është vonë. Është shumë e thjeshtë. Receta që unë kam përdorur për njerëzit që kanë bërë ndryshimin është e thjeshtë dhe unë atë po ndjek. Është e para, bëjmë analizën e artës të shpirtit, të kodeve të dritës, i quaj kode të dritës sepse çdo numër te kjo artë analizohet, dhe pjesa tjetër është punojmë me 5 seanca private, njërë një javë së bashku, për 5 javë për të bërë ndryshimin. Në fund të 5 jave, ke bërë ndryshimin, ke marrë dhe praktikat të tjera, ke mësuar si të ecësh dhe vetë ti në jetën tënde. Prandaj jam këtu sot të them që vërtet mund të kesh ndryshim vetëm kur ti të aktivizosh forcën tënde dhe të marrësh vendimin. Unë nuk jam më shpëtimtarja e asnjëriu. Do ndihmoj të shpëtohet ai që vërtet do të shpëtojë jetën dhe të filloj një rrugtim të ri. Dhe receta është kjo, që atje tutje mund të marrësh pjesë në grupe, ndërmjet platformës Zoom dhe në grupet nga afër, kudo që jetë në Shqipëri, në Kosovë dhe në çdo vend të botës. Prandaj zgjidhje ka, dhe zgjidhja je vetëm ti. Sekreti gjithçka je vetëm ti. Të dua shumë dhe të uroj të gjesh veten. Energjitë e viteve deri në 2030 do jenë shumë të fuqishme dhe do na çojnë drejt evolimit. Puna është që ti do të lidhesh me veten tënde apo do ta lësh akoma veten tënde në duart të tjerëve dhe ta keq trajtosh. Ky vendim është tëndi dhe unë nuk mund të bëj asgjë për këtë. Unë bëj dhe kam bërë për ata njerëz që vërtet kanë vendosur dhe kanë thënë mjaft deri këtu. Vetëm atëre ka shpëtim. Ju dua shumë, ju falenderoj.